Rasti ka ardhur si rezultat i një defekti teknik në energjinë elektrike, kanë mbetë ngujuar nga ndrrimi i dytë deri rreth orës 5. Ne për neve është shqetësuese se pjesa dërmuese të tyre janë antarë tonë. Sillet dikon rreth 6 deri në 7 orë që kanë mbetë shtesë të ngujuar. Pas 10 orë dikon është sanu defekti. Realisht ato ka qenë 22 minatorë të ngujuar. Rasti ka ardhur si rezultat i një defekti teknik në energjinë elektrike, sipas informatave që kam marrë nga burimet brenda punëtorëve dhe minjerës. Problemi ka qenë në parkun industrial në Pem atje, ku në trafostacionin kryesor për shkak defekti teknik në energji elektrike kanë mbetë ngujuar nga ndrrimi i dytë deri rreth orës 5 të mëngjesit, komplet ndrrimi edhe kujdestaria e sistemit pumparëve, po ashtu edhe ndrrimet që janë të kyçur drejt për drejt në prodhim. Sa i përket ndihmës mjekësore, nuk është që kam ndonjë informacion apo nuk është që ka kërku dikush ndihmë, mirë po vetë qëndruarit për 8 orë në punë fizike dhe në kushte trona të mikroklimës së minjerës, e bën të vështirë dhe e bën jashtëzakonisht shumë tronë, mirë po edhe ngarkesa tjetër, në vend se pas planifikimit për me u kthy nga një proces i punës i lodhshëm dhe shumë indikueshëm në aspektin e kushteve të mikroklimës, me shku me pushu të shtëpia aty duhet ballafaqohesh edhe me të papriturat, që janë jashtëzakonisht shumë shpeshta, si rezultat i mos investime, po numri i personave nuk mund t'jap numër të saktë. To duhet referohet në ndërmarrje, sepse normal që sindikat nuk është që kemi mujt me marrë për numrin e saktë. Ne për neve është shqetësuese se pjesa dërmuese të tyre janë antarë tonë, po të paktën edhe është humane, është njerëzore, që secili ata që kanë mbetë. Koha e saktë normal ata 8 orëshin e orarit të punës kanë qenë në kohën e të torshit, sillet dikon rreth 6 deri në 7 orë që kanë mbetë shtesë të ngujuar, që i vjen thuajse pavarësisht 2 ndrrime i kanë mbajtur. Normal ndrrimi i tretë i cili ka pas me shku me u kthye në minjerë, si kujdestaria dhe prodhimi, për shkak qenie teknike nuk kanë mujt me shku me vazhdu procesin e punës. 19 janar të këtij muaji, ato kanë ndodhur disa izolatorë në trafën e 35, ka qenë një defekt domethënë teknik. Ato dikon kanë mbetë më shumë se 10 orë minatorë të ngujuar. Realisht ata kanë qenë në ndrrim, po dikon mbi 4 orë kanë qenë jashtë ndrrimi. Dikon pas 10 orë dikon është sanu defekti. Kurse me datën 25 janar, kena pas një defekt tjetër, bëhet fjalë për 2 lartpërçues që janë shkëput, po besoj për kushteve atmosferike që ka pas era. Realisht me datën 25 në ora 9:30 jena njoftu për defektin, kena njoftu kecin, kostin, edhe realisht është sanu defekti në ora 4. Realisht ato ka qenë 22 minatorë të ngujuar, ata kanë pas dikon me dalë në ora 11 që bëhet ndrrimi i dytë, ata kanë qëndru deri në ora 4. Po gjithçka është okay, nuk kanë probleme shëndetësore, gjithçka është në rregull. Këto defekte nuk janë shumë të planifikume, për arsye që këtu mund me ndodhe në ndërmarrje tjera, po të na është problem pak më i madh që jena të varur për vetëm një linje. Realisht në të kalumen ka pas 2 linje të furnizimit, nëse ka defekt në një linje, intervenohet linja tjetër derisa të sanohet defekti. Këtë rast e kena një problem që është të shfaq, kur ki defekti i mbarur 100% për rrymës edhe nuk ka generator që më përballon liftin për me nxjerr minatorë nga minjera. Që është problemi për moment.